Lyeni flokët me këtë përbërës natyral dhe thoni lam të mirë thinjave. Pas kalimit të 30-tave, femrat hasen me një nga problemet më të mëdha të tyre, thinjat. Në fakt, ky është një kusht I cili I ndodh të gjithave pavarësisht moshës. Dëshira e çdo femre do të ishte që të mënjanonte në maksimum këtë kusht ose të paktën të fshihte dukjen e tyre. Ndërkohë, ekzistojnë produkte të shumta komerciale të cilat mundësojnë fshehjen e thinjave dhe ne këtu do t'ju paraqesim një metodë natyrale e cila thuhet se ka rezultuar mjaft efektive. Merrni 2 kokra patate dhe lajini së bashku me lëkurën. Qëroheni patatet dhe lëkurën e tyre hidheni në një tenxhere së bashku me gjysmë për litër ujë, lëreni që të vlojë për disa minuta dhe me lëngun e krijuar shpëlani kokën 2 herë në javë.